New Yorku, qyteti që këto ditë është qendra e diplomacisë botërore, për shkak të javës së nivelit të lartë të sesionit të 80 të Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, u përballë me një fushatë të orkestruar nga Serbia kundër Kosovës dhe kryeministrit në detyrë Albin Kurti. Pamje nga rrugët e qytetit tregojnë kamion të mëdhenj të pajisur me ekrane LED, në të cilët shfaqen slogane propagandistike e dizinformuese që synojnë të paraqesin Kosovën dhe udhëheqësin e saj në dritë negative. Në një prej tyre lexohet mesazhi: serbët në Kosovë dhe Metohi janë viktima të apartheidit në mes të Europës, ndërsa një tjetër akuzonte drejt për drejt Kurtin duke thënë Albin Kurti dhe regjimi i tij po arreston dhe rreh fëmijët serb. Kjo fushat vizuale e mbushur me gjuhë akuzuese dhe mesazhe të rënda është parë si përpjekje drejt për drejt e Beogradit për të ndikuar perceptimin ndërkombëtar në një moment kur Kosova po angazhohet në forume globale për të thelluar subjektivitetin e saj ndërkombëtar dhe për të shtuar numrin e njohjeve. Kryeministri në detyrë Albin Kurti ka udhëtuar sot në New York pikërisht për të marrë pjesë në takimin e nivelit të lartë të Asamblesë së Përgjithshme të OKB-s. Ai ka paraparë një sër takimesh bilaterale me liderët botëror për të forcuar marrëdhëniet me vendet partnere, për të thelluar mbështetjen ndërkombëtare ndaj Kosovës dhe për të promovuar vendin si destinacion tërheqës për investitorët e huaj. Gjithashtu Kurti pritet të takohet edhe me komunitetin shqiptar në SBA dhe me përfaqësues të shoqatave të diasporës, duke theksuar rolin e rëndësishëm të tyre në zhvillimin ekonomik dhe politik të vendit. Por në të njëjtën kohë që Kosova synon të prezantohet si një partner i besueshëm ndërkombëtar dhe vend i hapur për investime, Serbia ka mobilizuar mjete të mëdha financiare për të organizuar propagandë vizuale në rrugët e një prej metropoleve më të mëdha botërore. Ky veprim është interpretuar si përpjekje për të minuar imazhin e Kosovës dhe për të zbehur ndikimin e Kurtit në takimet e tij diplomatike. Përdorimi i sloganeve si viktima të apartheidit apo shtypje e fëmijëve serb është një përpjekje për të viktimizuar Serbinë dhe komunitetin serb në Kosovë, duke paraqititur atë si të shtypur nga institucionet e Kosovës. Megjithatë, këto pretendime bien ndesh me realitetin e përkushtimit të Kosovës ndaj standardeve demokratike, sundimit të ligjit dhe mbrojtjes së të drejtave të njerëzit. Për më tepër, aksioni i Serbisë është parë si një shenjë i qartë se përplasja diplomatike ndërmjet Kosovës dhe Serbisë nuk ndalet as në arenën ndërkombëtare, në vend që të shërbejë si një moment i reflektimit dhe dialogut. Sesioni i OKB-s po shoqërohet me fushata akuzuese e manipuluese që synojnë të turbullojnë opinionin global. Pavarësisht këtyre përpjekjeve dezinformuese, vizita e Kurtit në New York mbetet një hap i rëndësishëm për Kosovën. Përmes pjesëmarrjes në forume të tilla, shteti i ri synon të forcojë rolin e tij në politikën ndërkombëtare, të konsolidojë njohjet ekzistuese dhe të sigurojë mbështetje të re nga vendet që ende hezitojnë ta pranojnë pavarësinë e tij. Kjo përballje mes propagandës së orkestruar nga Serbia dhe diplomacisë aktive të Kosovës në zemër të diplomacisë botërore tregon qartë se betejë për imazh dhe përfaqësim ndërkombëtar mbetet një nga fushat më të ashpra të rivalitetit ndërmjet dy vendeve.